Kur erdhi mëngjesi, të gjithë kryeministrinjt dhe pleqtë e popullit bënë këshill kundër Krishtit për ta vrarë. Dhe mbasi e lidhën, e çuan dhe e dorëzuan te Ponç Pilati, qeveritari atëherë Juda që e kishte tradhtuar kur pa se Krishti u dënua, u pendua. Dhe u ktheu kryeministrinjve dhe pleqve të 30 monedat e argjendit, duke thënë mëkatova duke tradhtuar gjakun e pa faj. Për ata thanë, po ne ç'na duhet puna për ty. Ishte Ungjilli nga Mateu, kapitulli 27, vargu 2. Lexoj shkrimin tani Thanasi.